Ismail Qemali ishte një personalitet i shquar shtetëror, diplomatik dhe shoqëror shqiptar. Gjithashtu ai ishte veprimtar i lëvizjes kombëtare shqiptare. Me 28 nëntor 1912, Ismail Qemali së bashku me adhetar të tjerë shpallin në Vlorë pavarësinë e Shqipërisë. Kuvendi kombëtar i Vlorës e zgjodhi Ismail Qemal Vlorën kryetar qeverisë përkohshme të 4 dhjetorit 1912 dhe njëkohësisht ministër i punëve të jashtme. 23 dhjetor 1912, Ismail Qemali caktoi një delegacion qeveritar pranë konferencës së ambasadorëve në Londër, me anë të cilit i dorëzoi kryetarit të kësaj konference 2 memorandume. Memorandumi i parë i kushtoi kryesisht çështjes së caktimit kufive, duke paraqitur edhe argumentuar pozitën shqiptare për pavarësitë plot në kufit etnik, historik dhe gjeografik, një Shqipëri e gjatë dhe homogjene në marrëdhënie të mira me fqinjet. Në memorandumin e dytë nënvizoi fakti se zbatimi i kriterit etnik cilësoi si kusht për sigurinë e paqes dhe stabilitetit në Ballkan.